Shumë faleminderit edhe shumë faleminderit dhe ju kërkoj ndjes për vonesën, diçka e paparashikuar para nisjes nga Tirana, për një grup banorësh që kishin një situatë që kishin nevojë për fjalën time dhe ja ku jam sot tu me ju dhe dua siç tha Nikua, dua të bëj këtu bashkë me ju atë që po bëj në të gjitha qarqet, një bisedë që lidhet me Shqipërinë, që lidhet dhe me qarkun, dhe që bazohet në fakte të pa diskutueshme dhe në shifra të nxjerra nga zhvillimet e gjithë këtyre viteve përpjekjet përbashkët. Por përpara se të hyj në këtë pasqyrë, dua t'ju them se kur po vija për këtej më kujtua, kam qenë shumë i vogël, i mat ishte për disa vite në Korçë, se kishte një teori atëre pranë bazës e ku diun, ato historitë e Partisë Punës, dhe kemi bërë një udhëtim me makinë së bashku me drejtori Agollin. Deri në Korçë, pastaj i mat me drejtorin vajtën në fshatin e tij në Mekulas. Dhe pastaj nga kjo më erdhi gjithë retrospektiva prej drejtori Agollit, përfaqësuesi i Devollit pa kufi, sepse drejtori Agollin Devolli e respektonte si birin e tij dhe nuk e shifte as si të majt, as si komunist, as si asgjë. Dhe drejtori Agolli është krenaria e kombit ton, e popullit ton dhe patjetër dhe e Devollit. Dhe Devolli kishte drejtori Agollin deputet në parlament. Ndërkohë që këtu jemi në një pedonale që nuk përfundoi dot, dhe nga ana tjetër e pedonales pa përfunduar, para pak ditësh ju të gjithë edhe gjithë Devollit ishin dëshmitar të një skene që tregon se ku ka rënë pazari i opozitës në Shqipëri. Drejtori Agolli ishte deputet i opozitës, nuk ishte deputet i pushtetit, dhe fliste për të gjithë popullin, ndërkohë që Devolli ka sjell në parlament një rrugaç, po një rrugaç të një niveli që unë nuk e di se në cilën vjersh të drejtori Agollit mund të gjente vend, po maha mendja tek fjala kokbosh dhe trangull që drejtoroi e përdor, ai gjen vend komplet. Si mundet tani demokratët e Devollit të votojnë për një rrugaç? Dhe nuk është një rrugaç, po janë një grup rrugaçësh. Dhe ju e dini shumë mirë se kush është rrugaçi kryesor. Apo jo? E dini shumë mirë. Dhe ju e dini shumë mirë pse ky rrugaçi dytësor bën si i fortë dhe pse ndjehet me shpatullat ngrohta. Tani si mund ndodhi kjo? Që demokratët këtu mund të kenë 1001 arsye që mos duan
Niko Peleshin, mund të kenë 5 fishin arsyeve që mos më duan mua, po si mund si mund ndodhi kjo? Si mund të bjeri pazari deri në pikën që t'i çojnë Parlamentit të Shqipërisë, po unë zërin tani ngritur e kam, ti e di unë ç'a do, ti do që unë ta trash zëri, po unë nuk e trash zërin. Unë thjesht po e them siç më vjen, sepse realisht më duket fundi, më duket domethënë fundi. Nga Dritëroa Golli tek një rrugaç, nga një poet kombëtar tek një turp vendor këtu. Si mundet të bëhet kjo punë? Dhe nga ana tjetër, duke shkuar tani përtej kësaj, se pyetja është, në fundit, ja se janë ca demokratët e poshtë po më shohin. Mirë jeni? Mirë shumë.